kur Allahu thot bindjuni Allah dhe bindjuni të dërguarit të tij, nuk po e lyp prej neve në këtë rast ibadetin, po e lyp prej neve vëmendjen, po e lyp prej neve gatishmërinë për me mësu. Allahu e ka mësu pejgamberin e vet, e pejgamberi i tij na ka mësu neve. Edhe do të me qenë shumë mirë njas, na njerëzit e thjesht, që Allahu, tash kjo që do të them është hipotetike, as ka ndodh, as do të kishë ndodh, po kemi drejt me thonë, para mendoni sikur Allahu t'ja kishte dhënë secilit njeri shpallja. Shpallja që e kanë marrë pejgambert ka qenë shumë e vështirë, pranimi i saj ka qenë shumë i rëndë. Aisha radhiyallahu anha thotë e kom pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kom pa duke i zbrit shpallja. Ka njëherë sahabët se kanë ditë se është duke i zbrit shpallja, po e kam pa një gjendje sikur është shkëput komunikimi i tij me botën edhe po e vrenë se diçka e pazakont po ndodh. E tash masane e kanë marrë vesh se pas ka qenë duke i zbrit shpallja. E duke qenë se Aisha po e rrëfen këte, pasi që ka ndodh, edhe pasi që e ka marrë vesh se shpallje pas ka qenë që ajo, thot, po e përshkruan kështu, thot, e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke i zbrit shpallja në një ditë shumë të ftohtë të dimrit. Na kur e dëgjojmë këtë përshkrim në një ditë shumë të ftohtë të dimrit, dikujt mundet me shku menja me thonë, po ku ka dimën të ftohtë atje, ku ka jetu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Besoni që koha e dimnit atje nuk arrin temperaturat sikur të na 9-0 e kështu me radhë, mirë po i ftohti i atje të shumë i vështirë. Thot e kom pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke e pranu shpalljen një ditë shumë të ftohtë të dimrit, ndërsa thot balli i pikonte djers. Me e pa një njeri na në pik dimnit të ndjerësit, e shohim të punu, të hjek borë, ose të bo këto, është shumë e natyrshme. Veç me e pa një njeri të nejt jashtë në ftaftë. E kur gjë s'po banë, edhe po i pikoj njerëz, për një me është e çuditshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka piku ballin njerëz, për shkak se pranimi i shpalljes ka qenë shumë gja e rëndë për te. Edhe për krejt pejgambert ka qenë e rëndë. E tash, krejt qatë pesh e ka pranu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka, po them kushtimisht, e ka konvertu në diçka e cila pastaj për neve është shumë e qartë me ato sqarimet e veta, edhe na e kemi sot, e lexojmë Kur'anin, i lexojmë sqarimet profetike, i lexojmë hadithet, i lexojmë ato gjëra që sahabët i kanë ndihmuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kënaqemi me to dhe me shumë komoditet, edhe i pranojmë edhe i kuptojmë.